Parlamenti ynë duhet të ketë një ligj të tillë, me një përqindje, se përsaktoj unë përqindjen. Deri këtu, nëse nuk e plotson këtë përqindje, ç'regjistrohesh si parti, se s'ke hyrë në parlament. Rama pa Berishën nuk bën dot, por dhe Berisha pa Ramën nuk bën dot. Çfarë do të thënë fjala çyryk? Në kuptimin gramatikor është dialektore. Jo në të gjitha trevat përdoret e tillë, por fjala çyryk nuk është me kuptim të mirë. Çyryk do të thotë njëri i dobët, gati i pavlerë, ndoshta edhe i paaft. S'po përmendën tjera, por çyryk do të thotë jo pozitiv. Si e komentoni këtë mënyrën e të bërit fushat, duke qenë se fushata po zihen tani dhe kryeministri ynë ka hyrë vrullshëm. Dhe duke se ka gjetur një mënyrë ndryshe për të thithur vëmendjen e audiencës, duke përdorur fjalë të tipit çyryk, autik, gjysmak. Po. Fushata është kjo që është dhe pjesa më e madhe e njerëzve të dinë. Fushata realisht nuk e ka vlerën që duhet të ketë. Sepse siç janë subjektet të njëanshëm, edhe fushata për secilin subjekt është krejt e njëanshme. Mirë po, ka kaluar në banalitet. Për shembull të ndëgjosh njerëz që thuhet do fitosh nos rrokun. Gati është një epitet popullor është, por fyes. Sipas meje, fushata nuk është në nivelin intelektual të saj që mund të fitoj me intelektualitet. Fushata përdor ato gjëra që i shkojnë për shtat, por gati llogarit dhe ne votuesit fushata. Thotë, hajtë që këta kështu e dinë dhe na japin votën. Pra unë fushatës nuk i vjen notë pozitive. Pse po orientojnë në këtë lloj mënyre të bërit fushat? Me këto termat e zhargonit, le të themi, zhargoni rrugës. Po. I ka gjetur sepse gati në distancë i ka studiuar njerëzit dhe i dinë që grupimet të tillë njerëzish edhe e pëlqejnë. Pastaj është hec, kush të fitoj, fal për etikën, kush ta haj. Kush mendon se e meriton ta fitoj? Sipas treguesve, edhe sipas sondazheve të cilët edhe besohen edhe nuk besohen, por gati me minus 3% që kanë dalë real, fituese është PS-ja. Megjithse, sipas vlerësimit tim në mënyrë të sigurt, nuk i takon që të jetë për herë të katërt në qeverisje. Jo se nuk është e aftë qeverisja jo, por njerëzit duan dhe opozitën, duan dhe një qeverisje tjetër. Dhe kjo qeverisje tjetër, kjo opozit, aktualisht, si që kërkojmë ne votuesit, realisht mungon. A mendon se ka ndikuar të gjitha mjetet e komunikimit të tipit media, emisione televizive, rrjete sociale, për ta orientuar fushatën në këtë lloj zhargoni dhe për të bërë një lloj turme të tillë, siç e thatë ju që PS-ja fiton, duke qenë se PS-ja ka ardhur me këtë lloj zhargoni në fushat, i bie që dhe turmat ketë një lloj backgroundi të tillë. Po. Tani, realisht nuk është mirë që në mënyrë publike unë t'jem mbështetës, jem për krahasje një subjekti politik, sepse nëse unë e pëlqej dhe jap votën, kjo nuk do të thotë se nuk e meriton krahu tjetër. Por në sfondin elektoral, midis dy subjekteve politike që dominojnë aktualitetin tonë shqiptar, PS-ja është me shumë avantazhe dhe PD-ja këtë e din, por nuk guxon t'i thotë. Nuk guxon t'i thotë sepse ka një lider, ka një udhëheq që ai nuk heq dorë, ai nuk largohet. Mirë po tani bota ka bërë të sajën, bota e ka shpallur në ngrata. E meriton se meriton, kjo është problem tjetër. Po aktualisht Amerika, Anglia e ka në ngrata dhe bota perëndimore, sidomos bota perëndimore, nuk preferon qeverisje me një person në ngrata. Kështu që PD-ja gati është në mëkate të vetvetes. Pra i bie që jemi në monarki. Aty shkon, bi dakord me këtë mendim.
Po partitë e reja, kemi një filiz të re që e ja vlen që t'i japim një dorë që ta ngre. Partitë e reja janë thjesht për listë. Vetë thjesht për listë. Natyrisht sipas meje. Kam idenë, qofsha i gabuar, kam idenë që edhe një pjesë e familjarëve të tyre nuk kanë për t'i votuar, sepse ata shohin interesat jetike, shohin interesat qeveritare, shohin interesat e punës, shohin interesat e shkollimit, pse jo edhe të ngritjes së tyre ekonomike. Po thoni partitë e vogla, po shohin si një lloj biznesi. Kretë si biznes. Ata të marrin që mund të marrin, por ata, ja unë këtu për shembull kam një mendim që më jepet rasti ta them për herë të parë. Parlamenti ynë duhet të ketë një ligj të tillë, me një përqindje, se përsaktoj unë përqindjen. Deri këtu, nëse nuk e plotëson këtë përqindje, ç'regjistrohesh si parti, se s'ke hyrë në parlament. Atëherë, po që se ti je aftë dhe organizohesh, regjistrohu prap. Sepse janë shumë emra parti sa që unë nuk jam në gjendje ti numëroj dhe ti them. Nuk i them dot, se janë shumë. A ja vlen që të hapi një parti të re për ta parë si biznes? Për si biznes jo, për si politik ja vlen, sepse ka ardhur koha, ta them këtë ka ardhur koha, gati qëllimet e veta ose kohën e vet e ka si cikël të mbyllur. PD-ja po edhe PSOE ka mbyll ciklin. Fitosh në një sistem demokratik mandatin për herë të katërt, sikur nuk shkon për elektoratin. Pse mendon se Berisha nuk do që të tërhiqet? Çfarë e ngacmon? Çfarë detyron që ai të rri fort atë? Berisha njëherë si individ, si lider, është jashtëzakonshëm, është i papar. Nuk ja ul dot një njeri të dytë. Mirë po subjekti që përfaqëson kaq vitesh me probleme që ja kanë krijuar dhe i ka krijuar vetes Berishës në mënyrë ultimative i thonë, largohu. Sot për sot thuhet Rama ik, por sot për sot, ose pas kësaj kohe, pas këtyre zgjedhjeve duhet thonë, Berisha ik. Se jemi në fushat elektorale, duhet të themi Berisha ik. Pa tjetër që po, sepse PD-ja në nivelin kombëtar është një arritje, është vlerë kombëtare. Dhe PD-ja nuk ka veç Berishën 30 vjet. PD-ja ka drejtues të jashtëzakonshëm. A mendon se Rama është aty ku është fal Berishës? Jo, Rama është kaq i zgjuar, kaq i ditur, kaq i zoti sa që Berishën e përdor edhe si opozit, por e përdor edhe për pluset e veta. I përdor Rama? Rama. Apo ka një lloj bashkëpunimi të dy, marrëveshje të fshehtë? Jo, bashkëpunimin mund ta kenë personal, jo partijak, por Rama pa Berishën nuk bën dot. Por dhe Berisha pa Rama nuk bën dot. Është mendimi im. Ju jeni? Unë jam Hamdi Suka, ish mësues letërsie, tani drejtoj një klub letrar Pjetër Budi në Mat. Pensionist moshë të ret. A jeni të kënaqur me pensionin? Nuk jam i kënaqur fare, por nuk kam ç'të bëj, nuk kam ku kërkoj, nuk kam kujt janë kohëm, nuk kam kujt i qahem. Në të tilla pozita, ky është stadi ynë i zhvillimit, nuk ka tjetër, për momentin. A jemi në fiks momentin e duhur për të bërë një lloj, s'po themi proteste, por për të ngritur zërin si popull, për të mbledhur ato të gjitha pakënaqësitë tona dhe t'i vëmë para një lloj përgjegjësie këta që na drejtojnë dhe këta që pretendojnë për të bërë prap ata drejtuesit tanë ose si më thënë kamzhiku i kësaj shoqërie. Jemi në kohën e duhur, por shumë fishimi i këtyre partive fantazma po e quaj, kërkojnë ndjes për etikën, ne nuk mund të bëjmë më shumë se kaq. Po nuk u shporrën këto nga parlamenti me përqindje me ligj, ne do të mbetemi këto që jemi. Shumë faleminderit, qofsh mirë. Ishte një analizë shumë e mirë.